bë, që tash për shembull do të ishte mundësi e mirë me u bë, por tash nuk ka pas kohë. Tash për shembull duhet më eliminu ky problem, mos më marr me këtë punë, me të shku në zgjedhje me program, unë vazhdimisht bëj thirrje që me mujt me gjetë pikat përbashkëta, kemi shumë pikat përbashkëta, nuk kam dëshirë asun, besoj nuk kam dëshirë as qytetarët e Kosovës, ta kemi të njëjtën situatë, edhe një vit të tërë, edhe një fushat zgjedhore ta çojmë kot, të shohim se kush është më patriot. Duhet ne si qytetar me refuzu në mënyrë me bisedu për këtë çështje. Dhe duhet me nxit, me thonë, shiqani, të gjithë po premtoni paga. Uleni t'ju shohim çfarë po gjeni si mesatarët përbashkët, duhet me kuptu edhe lëvizjave të vendosje. Nuk ka me mujt me qeverisë vetme. Prandaj duhet me ndru diskusin, duhet me ndru gjuhën, duhet me ndru strategji. Zotit Kurti si ka interesu këto 4 vjeta, 5 vjeta, 6 vjeta, so i bën 6 i bën tash, që është edhe ndetyrë që është. Nuk i ka interesu asnjëherë aspekti social dhe ekonomik i qytetarëve të Kosovës ose Republikës të Kosovës. Na jemi dëshmitar. Po s'mundemi me thonë bashkë instrumentar se ka pas shumë, ka pas politika, ka pas menizma, ka dhe ngjecje, natyrisht, ka dhe ngjecje, por ka pas shumë mjaft masha. Edhe jemi kthy mrapa, na jemi kthy mrapa fatkeqësisht në aspektin ekonomik edhe. Sipas statistikave, janë dikon afër 170.000 tri që kanë dalë për Kosovës. Ata nuk dalin se i kanë kushtet e mira, apo pse i kanë kushtet e këqija. Një lloj tjetër qasje. Në vend se me gjithë se çka na ndon, edhe kush është më patriot. A kemi një tjetër qasje apo jo, çfarë do të prodhojnë zgjedhjet e parakoshme? Zoja Lusha dhe pastaj më tej edhe zoti Shala. Me këtë gjuhë, me këtë start, me këtë qasje, doja dija shumë qëndrimi i mëhershëm ndaj zotit Kurti, ambasadës amerikane dhe ky i fundit për listën serbe, do të ndikojë në zgjedhjet e ardhshme të fund dhjetorit? Nga një koment shkurtër, ju lutem. Përveç une komentet që i lexova tek postimi i ambasadës amerikane më shqetësuan, sepse domethënë pash komente të njerëzve të cilët nuk e kuptojnë seriozitetin e situatës, sepse tash për herë të parë po nominohet me emër si një familje fajtori, edhe po emërohet një lloj akuze ndaj lëvizjeve vendosje që me këtë veprim të mos certifikimit domethënë po rrezikon interesat amerikanë. Dhe unë e kuptoj atë dëshirën, atë emocionin që ne duhet vendosim vetë, nuk kanë që kanë thonë të tjerët, por e kemi kuptu, sidomos si vjetë, edhe me administratën Trump, që në fakt nuk është ashtu, se edhe njerëz dhe shtetet edhe më të forta, si që kemi pa Ukrainën, edhe shumë të tjera, që kanë shumë më shumë forcë se ne, prapë detyrohen ka nevojë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të kërkojnë edhe Evropa, dhe vetë Evropa, do të thonë nuk mundet pa ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, as NATO nuk mundet me funksionu. Kështu që na nuk mund të shitemi, si me thonë, ma pap se papa në atë kuptimin që të mendojmë që ne të vetëm mundemi me akthy shpinën një familje Amerikës, kur ajo e bën një vretje shumë serioze. Dhe aq më tepër kur kjo është për një çështje që është kot, sepse prap ka me kalu në mënyrë juridike, kemi pa. Unë e çuditëm, domethënë, si mundën dy herë me bot njëjtin gabim.